Përshëndetje, miqtemi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Personi I zemrës tuaj dyshon që nuk je e njëjta. Pse dyshon ky person që ti nuk je I njëjti person, pra, nuk je e njëjta? Nuk je ai person që ai mendon se ke qenë më përpara. Ne këtë do ta zbulojmë me anë të tarotëve, shenjave dhe gërmave. Ky person do të largohet nga ju, sepse dyshon që ju nuk jeni e njëjta. Dhe pse ai kërkon gjithmonë të bëj një takim me ju për të sqaruar, për të treguar ato gjëra që ai mendon të t'i shpreh, mendon se ka brenda vetes tij për të t'i shprehur. Diçka ka ndodhur në kullën tuaj, pra midis jush dhe mbas kësaj bisede që keni bërë, diçka ka ndodhur. Pra është bërë një kërcje, ti nuk je më personi I njëjtë. Dhe ky person është I vetmuar në vetmin e tij dhe mendon pse ti nuk je e njëjta në jetën e tij. Sepse ky është një person që do të të ndihmojë, është një person pozitiv. Por ti nga ky person ke marrë zhgënjime që të kanë lënduar dhe nuk kanë qenë ashtu si ti I ke menduar që do të jenë në jetën tënde, këto mendime që të kanë zhgënjyer, të gjëra që ai ka vepruar. Por ky mashkull kupton që gjërat kanë ardhur si pasojë e problemeve që ai ka pasur. Prandaj dhe ti ke ndryshuar në këtë marrëdhënie. Pra nuk je më person I njëjtë, siç ai ka pretenduar gjithmonë që ti të jesh. Do të sjellë shumë shpejt këto mesazhe, ky person magjik, në qiell të pastër. Këto mesazhe lumturie. Ky është një person egoist. Brenda vetes tij ka një ego të brendshme. Por ty gjithmonë, edhe pse kupton që diçka ka ndryshuar tek ju, nuk je person I njëjtë, ai përsëri të shikon si kjo princesh të monedhës. Do se s'bën që të rregullojë marrëdhënien, dhe pse ti nuk je e njëjta. Ky është një person që ka fuqi dhe komand, pra ky do të komandojë në lidhje. Dhe kjo ka bërë që ti të ndryshosh, dhe ai ta kuptoi arsyen përse ti nuk je e njëjta. Nuk je e njëjta sepse nuk preferon që në këtë marrëdhënie të ketë ky fuqinë dhe komandën për të sistemuar marrëdhënien tuaj. Pra duhet të keni bashkëpunim në këtë. Prandaj edhe kjo femër ka ndryshuar në jetën e këtij personi. Treshi I kupave më tregon që gjendja do të ndryshojë komplet dhe mbasi do të diskutoni, ky do të tregojë që është një person shumë I drejtë me ty, do të tregojë me sinqeritet lidhjen e tija që ka pas me ty, që ka qenë një lidhje sinqert, një lidhje pastër, që dhe ti jesh e bindur që ndryshimi që ti ke bërë ka qenë pozitiv. Pra, ka qenë një ndryshim që ka ardhur si pasojë e veprimeve të ti jo korrekte. Me kë rezonon kjo histori? Me kë shenjë? Me kë gërm dhe shenjë? Me gërmën P, me gërmën G, me gërmën Zh, gërmën L, gërmën Ñ, Ç, T, Z, S, B, V, N, gërmën E, R, F, gërmën Q. Kurse me shenjat e horoskopit, unë të rezonoj me akrepin, me luanin, me demin, me peshoren, me peshqit, me ujorin, me gaforen, me britjapin dhe me bigjëreshën. Faleminderit shumë, miqtë e mi.
mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Teatr Tarot dhe thank you një zemër për videot për të më suportuar që të bëj video sa më të bukura që mbush me energji pozitive.